Lexojmë një dua profetike. Duaja e udhëtimit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. I lartë madhërishëm qoftë ai që i nënshtroi këto për ne, sepse ne nuk do të kishim pasur mundësi ta bënim këtë. Ne më të vërtet tek Zoti ynë do të kthehemi. O Zoti ynë, të lutemi që në udhëtimin ton të na mundësosh të bëjmë mirësi dhe të jemi të devotshëm. Të bëjmë vepra me të cilat ti je i kënaqur. O Zoti ynë, na e lehtëso udhëtimin ton dhe na e bë të rehatshme rrugën. O Zoti ynë, ti je shoqërues në udhëtim dhe mbrojtës i familjes ton. O Zoti im, kërkoj që të më mbrosh nga vështirësitë e udhëtimit dhe nga kënaqësitë e tij, nga shikimet qëllimkëqija dhe nga telashet me pasuri dhe familje.